Partitë janë përqendruar në zgjidhjen e krimit në radhat e kundërshtarëve të tyre. LSDM lansoi një platformë të re digjitale me shkurtesën MICKO, përmes së cilës u bëri thirrje qytetarëve të raportojnë корупцион. Антикорупцијскиот тим на СДСМ ја представува новата дигитална платформа за борба против корупцијата и криминалот. Македонски истражувачки центар за корупција и организиран криминал, или скратено МИЦКО. Платформата е посветена на истражување и архивирање јавно достапни материјали и извештаи за наводни корупцијски операции во Македонија. Ние ги собираме, анализираме и организираме сите информации од различни извори. Socialdemokratët informuan se në platformën kundër korrupsionit tashmë janë publikuar bombat e deritanishme të ekipit antikorrupsion. Nga VMRO DPMN nga ana tjetër pyesin se si mund të reformohet LSDM kur koka e partisë është përfshirë në krim. Askush nuk pranon ta ketë Filipçen pjesë të ekipit, sepse së bashku me Zoran Zaevin e mbajnë LSDM peng për shkak të bizneseve dhe interesave të tyre kriminale, akuzon VMRO DPMN. Поради нивните бизнис интереси ја уништија партијата, а честните кадри во СДС не можат да дојдат до израз. Но до израз можат да дојдат луѓе како Александар Трајановски, луѓе како Оливер Спасовски, Никола Спасов, Мали Фрчко и Жерновски. Лојални на Заев и Филипче се истите оние луѓе кои ја испокрадоа и продадоа државата. Ете на ова се сведе СДС. Nga partia në pushtet me mesazh se reformat në LSDM duhet të vinë me dorëheqjen e Filipçes, distancimin dhe shkëputjen nga Zaevi dhe futjen e kuadrove të reja në parti. Ndërkohë LSDM sot në mbledhjen e Këshillit Qendror do të zgjedh përbërjen e udhëheqjes së re partijake. Lista me emrat është tashmë e përgatitur dhe sipas paralajmërimeve të Filipçes, përbërja e re do të jetë një kombinim i kuadrove me përvojë dhe antarëve më të rinj. Ajo që është konfirmuar zyrtarisht është se Aleksandar Sasha Dimitrijević do ta mbajë funksionin e sekretarit përgjithshëm, ndërsa për nënkryetar është propozuar Aleksandar Trajkovski, ortoped dhe ish kandidat për kryetar të komunës Aerodrom. Kjo vjen pasi në fillim të dhjetorit e gjithë udhëheqja e deritanishme përveç Filipçes me kërkesë të tij dha dorëheqje.